Çmimi i naftës në pikat e Pakicës është ulur që nga dje në disa pika, ulje që do të vijojë edhe sot me 5 lek për litër. Me ndryshimin e fundit, çmimi një litri naftë arriti në 168 nga 173 lek për litër, ndërsa çmimi i benzinës arriti në 169 lek nga 174 lek për litër që ishte përpara pak ditësh. Por ulja e çmimit të naftës ka vazhduar edhe dje në bursa, ku çmimi një fuçie naftë ka shënuar $98, me një ulje $1 në krahasim me një ditë më parë, ndërkohë që rënja në total është më shumë se $20 për fuçi gjatë këtij viti. Duke marrë në konsiderat këto zhvillime në tregun ndërkombëtar, tregu vendas i mbetet ende për të reaguar në këtë drejtim. Që nga gjysma e dytë e vitit të kaluar, çmimet e naftës në vendin ton janë rritur me mbi 50%, të ndikuar edhe nga kursi i këmbimit të lekut me dollarin dhe euron. Të shpresojmë që kjo ulje lehtë në vend të pasohet me një tjetër ulje të çmimeve të naftës dhe benzinës në Vlorë edhe në ditët që vijnë.